Një djalë i cili ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2022. Ai ka dalë me mbledh Boronica. Prej asaj dite deri më sot nuk dihet asgjë për fatin e tij. Që 3 vjet e 2 muaj si na ka humbur djali, asnjë informacion për ta s'kena. E përcjellin nana çdo ditë deri te dera, te porta atje, Zoti i qoft me ty, Zoti i qoft me ty, çdo ditë ja bëj këpo. Familja domethënë dyshon që Meladinin e mbojnë peng, edhe shfrytëzojnë për punë të blegtorisë dhe bujqësi. Kish po dalë gërsin, diçka kish lanë gërsinë. Bidonin e provnicave së hajki, as harushi as uki as nisën. Edhe atë ditë nuk keni gjetë asnjë gjurmë. Asnjë gjurmë, asnjë sen kena gjetë. Ose i punon telefoni, dikush e mban atë. Kishte diçka me fjalë telefonin, çdo kush e kishte gjetë telefonin e kishte thë kartën. Çai duhet karta e tjetrit. Miqtë mi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Na sot kemi ardhur në fshatin Borje të Kukësit. Kemi ardhur mi taku prindrit e Meleden Adilit. Meladini është një djalë i cili ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2022 me 4 shtator. Ai ka dalë me mbledh Boronica në brot të Dragashit, edhe prej asaj dite deri më sot nuk dihet asgjë për fatin e tij. Familja nuk ka asnjë informacion edhe nuk ka pas asnjë lloj kontakti më me ta. Për ma shumë detaje kemi me shku me bisedu me prindrit e Meladinit, me nanën edhe me baben, edhe me kuptu ma shumë historinë e tij. Hajde një shkojmë të atakojmë zotin Izodin Adili. Izodin, si je? Si je, a e mirë? Si ju gjatëm? Si ja kalut, a e mirë? Si je, si po kalon në ndërru? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, a e mirë? Faleminderit për ardhin që keni ardhur, se jeni i pari ekip që keni ardhur me fjalë për kërkimin e djalit ton deri këtu në fshat. E në ka zonë një taksirat, si më thonë, që 3 vjet e 2 muaj si në ka humbur djali, asnjë informacion për ta s'kena. Asnjë informacion, prej vitit 2022, janë bërë 3 vjet. 3 vjet e 2 muaj. Çdo ditë jetoni me ankth edhe çdo ditë presni një informacion edhe një Sa më thonë. Kthehemi pak te 4 shtatori i vitit 2022. Çfarë moni mend prej asaj dite? Po me 4 shtator, sa më thonë, e përcjellin nana çdo ditë deri te dera, te porta atje, Zoti i qoft me ty, Zoti i qoft me ty, çdo ditë ja bëj këpo. Atë ditë kur na kanë lajmëruar me një ka ora 5 mas ditës. Na thonë se Meladini s'ka ardhur në brot, se në bjeshk janë gjitë krejtë, kur kanë ardhur poshtë se kanë gjetë Meladini, se çdo herë vike i parë Meladini, se ka qenë i fortë për të hesme. Na morën telefon, thonë, kështu është, nuk është. U që shati krejtë, katuni ka shku, po 100 burra kena shku. Në përbjesh, deri ka ora 9 e darkës. Atje në zuri shiu, erdhen ka të nartë të shpija, unë fjeta atje në brot, u qova herët. Ka ora 4 e mjesit u qova herët e shkova, prapa atje kuon, me 1-2-3 shok një. Shkum deri atje, ishte me i fel një gjë se një natë në bjeshk ishte vështirë. Me shku deri në bjeshk ishte vështirë një natë. U qu policia, u qu FSK-ja e Kosovës, policia e Kosovës, policia e jona me i fel. Kërkum bollë në përbjeshk, me drone, me qas kena kërku. Nuk u gjetë asë një gjuhë. Do me thonë, Izodin, atë ditë nuk ka qenë hera parë që Meladini është në gjitë në majë, që me thonë e ka ngatru rrugën ose diçka. Aje ka ditë atë të rënë shumë mirë. Që 3 vjetë si ka shku Meladini, 3 vjetë për ka posë që aje, do me thonë në shkoj kënë bjeshë me i fjellë. Nuk e ka pas ditë me pare, hajde e ka, po edhe ta kish ngatru rrugën, s'kish ku me shkuaj. Bike poshtë në stanet Macedonisë, ose bike knej majtas në stanet e Kosovës. Knej në stanet e Brodit kish para. Ishe çdo rrugë të shkoj që dikun. E gërsin, kish pa dalë e gërsin, diçka kish lanë e gërsinë. Aje ka posë punë. Bidonin e provnicave së hajki, as harushi as uki as nisën. Se në vjeshtën e gërsin. Diçka kish qëtë. Droni. Izodin, falë punës Meladini që ka mbledh Boronica është mbajt edhe familja juj. Aje ka siguru bukën e gojës, dhe më thonë, me mbledhjen e Boronica. Si gjithë rinë i fjallës. Po, si gjithë fshatat për rreth që mjerën kryesisht me këto. Ju nuk e keni pritë që ndodhë kjo absolutisht, edhe kur e mërët informacionin që Meladini nuk kërë të furgoni. Meladini ne në orën 5 mas ditës me i fjellë në kanë lejmëru se Meladini nuk ka ardhë me shok
të Fugoni. Dhe ne bëm thirrje fshatin, mi fjalë, u çu fshati komplet, mi fjalë. Shkuam aty, po 100 burra kena qenë. Në për Bjeshkë, kena dalë majt Bjeshkës. Deri në orën 9 thirrje bërtit, me ledin. Nuk kam. Domethënë se keni marrë informacionin, ju keni dalë në Bjeshkë. Meladini atë ditë me vete ka pas bidonin e boronicave edhe kranin e boronicave. Po. Edhe atë ditë nuk keni gjetë asnjë gjurmë. Asnjë gjurmë, asnjë sen kena gjetë. Mu bani përshtypje se the 10 euro që i kanë rënë një shokë ti janë gjetë, po Meladini ka humbur gjurmë, domethënë atë ditë, edhe nuk është gjetë kurrë. Asnjë sen s'është. A keni dyshimet e para atë ditë, se po kthehemi pas në kohë, po dyshimet e para atë ditë ku kanë qenë te ju si familjar? Dyshimet e para, ditën e parë, dyshimet e para kanë qenë vetëm egërsinën nëse ka. Dita e parë më një fjalë ka qenë ajo. Egërsina nuk i hanë robat, nuk i hanë është ta boronica, po masi u kontrollu çdo gjë. Po. Nga droni, nga FSK-ja, nga Policia e Kosovës, me ballona, me çfarë senesh, ato na thonë në Bjeshkë nuk ka asnjë sen. U gjet një farë xhupi. Po si ishte i imi. Po, si ka bërë. Se ma çun foto mu, është jo i thash, nuk është i imi. Nuk është i Meladinit me fjalë. U gjet një çizme, një në Bjeshkë nuk është. Se nuk është çizme e Meladinit, thash. Dy gjëra si janë gjetë me fjalë, asnjë sen e Meladinit. Asnjë gjurmë. Edhe ka qenë shtatori, edhe zakonisht shtatori është i mbushur edhe me turista. Unë kam dëgjuar me një intervistë që e ke cek, të ka thonë dikush, këtu ka gjithçka, apo? Domethënë brad. Po. Çat kanë thonë njerëzit ato banorët kur ke kërkuar? Ato banorët, po një banor më ka thonë bile. Çat ka thonë ai? Se këto banorët edhe i njoh, shumë i njoh. Këto thanë brot, si kalojnë, tha, ma shumë njerëz këqij kalojnë se sa të mirë. Ma shumë njerëz këqij se sa të mirë. Kështu më ka cek një ani. Atë ditë kam pas mbi 200 turista. Edhe bile shumica kanë qenë kosovar. Po. Ka pas një vrapje atje në Bjeshkë me fjalë. Si organizuar ka qenë ai. Ai atë fjalë ta ka thonë, duke u nisë se atu ka qenë edhe trekufiri, edhe janë bërë edhe shumë shkëmbime ndoshta londëve fike, ashtu dyshohet. Po a keni dyshu ju që, a dyshoni domethënë edhe sot kur ktheheni pas në kohë, që ka mujt dikush me marrë atë ditë, se ju familja domethënë dyshon që Meladinin e mbojnë peng, edhe shfrytëzojnë për punë të blegtorisë dhe bujqësisë. Pa dyshoni që pasi ka ato dhe bonda ndoshta kriminale ose diçka. Po dhe ashtu unë dyshohet. Ku dyshoni ju si familjar? Ku më thanë, ku s'dyshoj tash? Ku s'dyshoj unë? Unë s'kam dyshuar karkun deri një farë kohë, po deri tash telefoni përgjigjet ose i punon telefoni. Mi fjalë dikush e mban atë. Si tishe diçka me fjalë telefonin, çdo kush e kishte gjetë telefonin e kishte thënë kartën. Çfarë i duhet karta e tjetrit? Qa vlen me u cek është që edhe 3 vjet pas humbjes, domethënë telefonit cingron. Kur ju e merrni në telefon, bile hera e fundit është para 3 ditëve, me datën 17 nëntor. Telefoni ka cingru, ka shku zilja, ama është hap telefoni. Është hap telefoni. A keni kontaktu përmes Vodafonit në këtë rast ose ai keni dërgu? Ç'a u kanë përgjigje aty në? Përgjigje e Vodafonit thot 2 sekonda ka qenë i qelur një herë, thot edhe s'kena mujt. Për 2 sekonda s'kena mujt me lokalizu. S'keni mujt, s'kan mujt me lokacionin e telefonit se ku ndodhet. Po mandej ka qenë edhe një telefonat që kanë fol shqip. Ç'a ka qenë ajo telefonat? Kush e ka thirr? E ka thirr vajza nga Franca. Po. Ka pasur në telefon. Alo, kush je? Bima Meladinin i ka thonë. Ti foli Meladinit. Ani mirë boll, fol me mua i kisha anki. Fol me mua, po. Po. Edhe pri dialektit ju shten me dyshu? Jam në Kosovë. Dialekti është Kosova. Po. Se tjetë Maqedonas ani majrë. Makedonasit. Nisa e ndrojnë dialektin si të marrë menja aty në ndrojnë me fjallë çdo kush. Qa më thënë unë? Ato në cilin fshat dyshoni jo? Edhe a ke shku në ato fshatra ku ke dyshu? Ku kam dyshu, unë kam shku, kam hec me i fjallë në Maqedoni, në Kosovë, ku s'kam qenë me i fjallë. Çdo fshat si kam dyshu, kam shku unë. Edhe a ke gjetë na informacion, a i ke pyet banorët aty? Po, kam pyet banorët, kam shku në Buzovë, se është shati me i fjallë. Prej aty Gjini Beke, si i thonë,
me ratë e poshtë shkon në Buzovc, të Macedonisë. Po. Ati kam qenë. Me i ratë djathtas knejna shkon në Novosel, të Macedonisë. Edhe ati kam pavu foton në Meledinit, edhe knej foton në Meledinit. Kena shu deri, kush kena gjithë stan me i fel, s'kena në gjithë stan, ku e stani e mos me shku. Do me thonë, ju keni bo shumë kërkime dhe si Shumë një ndalë që 3 vjetë përveç që jetoni me ankth dhe me atë besimin që një ditë ka me u kthy djali, ju keni bo shumë kërkime. Policia e Kosovës edhe FSK-ja kanë bo shumë kërkime, edhe policia e Shqipërisë qa vlen me u cek. Po, deshta me ndalë pak edhe te informacionet që kanë ardhur juve si familje. Deshta me ju pyet edhe për një informacion që kanë ardhur 2 burra këtu në fshatin Borje. Po, edhe e kanë pyet një plak, një kushërin t'jujen, e kanë pyet a ka arë Meladini, apo? Po. A mund është me ma tregu pak ma detajisht këtë informacion që ka? Po, këtë informacion ka arë para një vitin duket. Vitin 2024. Po, pa hinë fshat, me i fjallë. Në hymje fshatin Borje. Po, ato 2 persone i kanë dalë një plak, ajo është pensionisti, e kanë pyet, a ka arë Meladini të shtëpia? E në të manë, si që këtë shkrujtën në pashaport Meladini me i fjallë. Ata kanë thonë Meladini. Po. Kjo kështë thonë ka hup Meladini, jo ka hup, ka ardhë dhe shtëpia, e në kaqë. Kjo plaka është tutë shumë, s'ka lajmëru mas orës 5:20 me i fjallë. Mramjes, atër, kishë mbaru kështë dojë, unë me i fjallë. Kështu që prapë edhe kjo është një farë, sa më thënë nësë. Kush dyshoni që ka qenë? Se normal bisedat me familjarë, nështë një dyshem ju linë, kush mundet me qenë? Nështë njerëzit që kanë bojt peng, ose diçka ka ik Meladini, a dyshoni? Edhe aty dyshem, unë dyshem se mos u ka hik atyne. Edhe ata e nërë me u siguru mos ka arë Meladini më shatë. Ta si edhe kjo datë, me atë datën si e ka pa ajo familje në Prizren, aty janë mi fjallë. Një informacion tjetër që ka arë ka qenë edhe një nga Prizren, po. Dikush e ka po Meladinin me tesha punës, po, të firmës ndërtimit, po. Edhe mandej ka lajmëru në një emisionin pa gjurëm. Pa gjurëm edhe ne kena shku, janë ataku me atë familjen, në ka të zëjë që ti pare shkisa e djali, me 90% me i fjallë, a i ka qenë. Po. Po su qëtë ma. Kam kërku ma sa në i Prizrenin, kam kërku policie Kosovës, më kanë mu një me mu ka qenë me i fjallë. Shpend Morina e kishtë emrin një hetus, me mu ka hecë me i fjallë, gjdo stallë, gjdo stanë e dikja i me i fjallë, ka që vën deri ndarkë me i fjallë këna bajtë. Më tha prapë do të kërkujmë. Ska asë një përgjigje. Ska asë një përgjigje. Do më thonë këto dy kanë qenë të 2 informacione, tjera informacione ka po. Kjo ka qenë me 25 dhjetor ka qenë kësaj plakës si i kanë dalë 2 veta, ndërsa në janar e ka pa kjo familja në Prizren. Kështu që këto si janë shumë afër këto datat edhe i thomë që mos u ka hik. Edhe mandej po, me datën muajin dhjetor, kanë ardhur do me thonë 2 veta, edhe kanë pyeta ka ardhur Meladini, do me thonë hymje të fshatit Borje, fshatin e Meladinit. Me 1 janar, nuk e di se, muajin janar, ka ardhur informacioni në Prizren ku një familje e kanë po dyshohet që e kanë po Meladinin me tesha ndërtimi. Tash jo familja dyshoni që i ka ikë njerëzve që kanë bojt peng. Edhe nga për Prizren mos ka qenë rrugë në Prizren dikun ose. Po, nuk është që s'keni kërku jo. Edhe keni po denoncime, do me thonë edhe në polici, po edhe vetë keni kërku, Prizreni, Kosova, shumë e vogël. Edhe keni në gjitë foto e krejta, ka lajmëru dikush për na informacion. Ja, asë njësen. S'kena pas asë njësen. Dyshimet ma të mdoja janë, do me thonë, familjes këtu. Qa më thonë, dyshimet janë, ka mos ati është, thashën, kufini, Tresh, Shqipni, Kosovë, Macedoni. Nuk i tjesë kujt me ja vogishtin. Kështu që telefonatat kanë ardhur të rridhoj, na kanë fol shqip, na kanë fol serbisht, na kanë fol rusisht, të rridhoj telefonatas, kur në telefon Meladinit i fal. Kështu që edhe ne kena ngel